Se ato para që paguhen për zgjedhje tani, janë para që na kanë vjedhur ne, nuk është se kanë parat nga me djersën e tyre. Kështu që kur thatë për Karshillik, Romeo më falë që po ndërpres, po edhe mënyra se si çfaqen me këtë parat vjedhur. Jo, janë krenarta për. Vanitoziteti tyre, luksi tyre. E kanë arritur për mbysjen kush është çfarë mirë me diu që ta shohun me 4 bodyguard i kanë përmbys vesh me zeza ku ndodh kjo i kanë përmbys gjërat që tani modeli është një deputet i thjesht, nuk është as kryeminist, nuk është as president shteti, as kryetar parlamenti. Pra unë nuk kam pa në Amerikë dalin senatora, kongresmen me bodyguard, me shoqërues, me makina shoqërimi. Edhe ne jemi një vend i vogël, kjo desha më fal që të preva, po desha vi ndihmë asaj që thotë, jo vetëm këto e përdorin krimin për të rujt veten e tyre dhe për mos dënu duke përdorur. Po na bëjnë peng dhe ne. Po kjo është tani. Tani jo më kot ka dalë në Ngrata Berisha dhe unë kam lexuar gërm për gërm si njeri që ka mbajt peng institucionet, sidomos drejtësisë në Shqipëri. Edhe ka cënuar jo vetëm sigurinë shqiptare, po kombëtare shqiptare, po dhe ato amerikane. Se je i lidhur, domethënë, dashje pa dashje në partenitetin që ke me Europën dhe me familjen euroatlantike, që bëhet fjalë për këtë kulturë demokratike, se bota përballë kulturës është, ne aspirojmë të jemi në këtë bashkësi. Ti duke qenë pjesë e tyre këtu, ti po kërcënon. Në këtë mënyrë se si mbretëron këtu me demek me votë, ke marrë procesin e votës, e ke privatizuar, ke bërë monopol dhe oligopol, dhe pasaj me pushtetin tënë, kontrollon gjithë pushtetet e tjera, dhe kemi këta bilionerë, që janë thjesht dhe për arsye pse ishin pushtet dhe asgjë tjetër, pushteti shkthyer në biznesin më fitimprurës, dhe garanci për çdo lloj biznesi, të zi apo të bardh nuk ka garanci, ky pushtet, dhe jemi në këtë pikën që ne, përveç se këtij parashkrimi që duhet ta heqim, të marrë një vendim të jashtëzakonshëm para gjithë veprat penale që kanë bërë pushtetarët nga viti 91-2 e deri tani të mos parashkruar. E dyta është varianti tjetër, që veprat penale vlerësohen për nga pasojat që japin. Për nga pasojat unë jam i bindur që këta kanë bërë krim kundër njerëzimit, kundër këtij popull. Ky popull është përfituar, kundër njerëzimit është siç jo, të privosh njerëzit nga të drejtat e tij. Kemi disa drejta të sankcionuar nga OKB-ja që në vitin 48. Kemi dhe pjesën tjetër të Konventës Europiane të Drejtave të Njerëzit. Unë nuk di që kam këtu të drejtat e mia në çdo lloj hapi. Edhe thjesht kodi zgjedhor që është këtu e nxit. Domethënë hapi parë i korrupsionit. Do ta konstatosh nëse nuk e ke konstatuar. Vjen me vrasjen e meritokracisë. Këtu edhe çdo kushtetues mbron dinjitetin e njeriu, radh parë. Është më e rëndësishme se vetë jeta. Prandaj njerëzit edhe lidhet me lirinë. Pa liri nuk ka dinjitet. Prandaj njerëzit në luftë preferojnë për të qenë vendi i tyre sovran dhe të lirë për të marrë vendime të sovrane të tjerë, gëzojnë të drejtat e tyre të jenë dinjitoz, njerëzit shkojnë edhe kanë për lavdit, vdesin për vendin e tyre, për lirinë e tyre. Këto janë peng. Këto i ka kocencion lideri i partisë. Ishin 3 parti, tani kanë ngel 2 kryesorët që kemi ne. Pra, Meta deri ku ka firuar nga kjo lojë, por kemi 2 kryesorët. Në këto parti, karriera buron nga lart. Në administratë shtetërore, duke mos pasur një ligj për administratën shtetërore, ne kemi politizuar administratën dhe njerëzit shkojnë në zgjedhje mbas partive, një pjesë shkojnë se janë pasanik edhe kërkojnë të bëjnë interesat e tyre me ato ligje që i bëjnë atje, edhe të ta sqarojmë besoj më pas. Pjesa tjetër shkojnë për vende pune. A ka më përçarje të madhe për popull?